Ka momente në Big Brother që nuk krijohen nga debatet, as nga strategjit, as nga zërat e ngritur. Ka momente që lindin nga heshtja. Nga një këngë. Nga një zë që vjen thellë nga shpirti dhe zgjon plagë që askush nuk i sheh. I tillë ishte momenti kur kushtrimi filloi të këndoj këngën e malsorit Kthehuni. Në atë çast, shtëpia nuk ishte më një arenë loje. U kthye në një hapësirë kujtese. Në një vend ku malli, dhimbja dhe historia u ulën bashkë në të njëjtin dhomë. Zëri i kushtrimit nuk ishte thjesht këndim, ishte rrëfim. Ishte thirrje. Ishte amanet, kthehuni. Një fjalë e vetme që mban peshën e shekujve. Një fjalë që për shqiptarët nuk është vetëm ftesë, por lutje. Është thirrje për ata që ikën. Për ata që u detyruan të largohen. Për ata që lanë pas shtëpi, male, prindër, varre, kujtime, kushtrimi këndon të qetë, pa teprim, pa shfaqje. Dhe pikërisht kjo e bëri momentin kaq të fortë. Sepse nuk po këndonte për kamerat. Po këndonte për veten. Për rënjët. Për mallin që nuk thuhet me fjalë, dhe aty, në heshtjen që mbështolli shtëpinë, Benita nuk arriti të mbahej, lotët e saj nuk ishin të zhurmshëm. Ishin të vërtetë. Iran nga dalë, si të vjetër, si lot që kanë pritur kohën e duhur për të dalë. Sepse ajo këngë nuk i preku vetëm veshët, i preku shpirtin. I preku një vend të brendshëm ku ruhen mungesat. Kujtimet e familjes, ndoshta ndarjet, ndoshta largimet që nuk shërohen kurrë plotësisht, Benita nuk qau për spektakël. Ajo qau sepse u njoh në atë këngë. Sepse Kthehuni është këngë për ata që presin. Për nënat që hapin derën edhe kur e dinë se askush nuk do të hyjë. Për bijat që rriten me mall. Për familjet që ndahen jo nga dëshira, por nga nevoja. Në atë moment, Big Brother tregoi fytyrën e tij më njerëzore. Sepse përtej nominimeve dhe lojës, banorët janë njerëz me histori, me plagë, me rënje. Dhe muzika ka fuqinë t'i zhvesh nga maskat, kushtrimi, pa e ditur ndoshta, u bë zëri i shumë njerëzve jashtë asaj shtëpie. U bë zëri i diasporas. I atyre që shikojnë Big Brother nga larg, nga mërgimi, me një copë Kosovë në zemër dhe një realitet tjetër në jetën e përditshme. Zëri i tij nuk ishte perfekt, por ishte i sinqert, dhe sinqeriteti godet më fort se çdo notë e saktë. Benita, me lotët e saj, u bë pasqyra e publikut. Sepse sa prej nesh nuk janë përlotur nga një këngë që na kthen atje ku kemi qenë? Sa prej nesh nuk kemi një Kthehuni brenda vetes, ky moment nuk kishte nevojë për koment. Nuk kishte nevojë për analizë strategjie. Sepse ishte një nga ato çaste që ndihen, jo shpjegohen. Një këngë, një zë, disa lotë, dhe e gjithë shtëpia u ndal për pak sekonda, dhe ndoshta. Pikërisht për këto momente, Big Brother vazhdon të ketë kuptim. Sepse përtej lojës na kujton se jemi njerëz. Se mbajmë histori. Se një këngë mund të na thyejë më shumë se një debat. Dhe se ndonjëherë, ajo që na bashkon më shumë është malli i përbashkët. Kthehuni nuk ishte thjesht kënga të natë. Ishte kujtesë. Ishte dhimbje. Ishte dashuri. Dhe lotët e Benitës ishin dëshmia më e pastër se ndjenjat e vërteta nuk fshihen dot, as në dritat e Big Brotherit.